Uji i xhakuzit nuk ishte thjesht ujë. Ishte një lloj heshtjeje ngrohtë, një hapësirë ku vajzat janë ishin të qeta, të çliruara nga shurma e ditës, nga rolet që mbanin jashtë. Aty nuk ishin për t'u parë. Ishin për të qenë, avulli ngrihej ngadalë, duke zbutur konturet e gjithçkaje. Zërat e tyre përzieshin me tingullin e lehtë të ujit që lëvizte, me të qeshura të shkurtra, me biseda të zakonshme, pa prapavi, pa qëllim tjetër veç çlodhjes, dhe pikërisht aty, në atë hapësirë që nuk kërkonte spektator, u afrua Limi, një afërsia që nuk është fizike. Limi nuk hyri menjëherë. Ai qëndroi pranë. Një distancë që në dukje ishte e pafajshme, por që në të vërtetë mbante një peshë. Sepse afërsia nuk matet gjithmonë me hapa. Ndonjëherë matet me vështrime. Ai nuk tha asgjë, por mendja e tij po fliste shumë. Në ato momente, njeriu përballet me veten më shumë se sa me të tjerët. Me mënyrën si sheh. Me arsyet pse sheh. Me kufirin mes kuriozitetit dhe mungesës së respektit. 2. Kur vështrimi humb kontrollin, nuk ishte dëshirë e artikuluar. Ishte hutim. Një tronditje e brendshme që lind kur njeriu haron për një çast se përballë tij janë njerëz, jo pamje. Limi e ndjeu këtë çast si një rëshitje mendore. Një mendim që shfaqet pa leje. Dhe pikërisht aty fillon betejë e vërtetë, jo me trupat e tjerë, por me mendjen tënde, sepse njeriu nuk gjykohet për mendimin e parë, por për atë që bën me të. 3. Vajzat janë, qetësia që nuk kërkon shpjegim. Ato nuk e dinin çfarë po ndodhte në mendjen e Limin. Dhe nuk kishin pse ta dinin. Qetësia e tyre ishte e drejtë. Prania e tyre ishte e pafajshme. Në këtë ese, vajzat nuk janë objekt. Janë subjekte të qeta, të sigurta në hapësirën e tyre. Dhe pikërisht kjo siguri është ajo që e bën çdo vështrim të pavend të ndihet si shkelje, jo si admirim. 4. Çmenduria e brendshme nuk është justifikim. Kur thuhet se u çmend, nuk bëhet fjalë për humbje kontrolli trupor, por për trazim të mendjes. Dhe trazimi nuk është arsyetim. Është alarm. Limi e kuptoi se ajo që po ndodhte brenda tij nuk ishte diçka për t'u ndjekur, por për t'u ndalur. Sepse të rritesh si njeri do të thotë të dish kur të largohesh, jo kur të afrohesh. 5. Të largohesh është akt force. Ai u largua. Jo me zhurmë, jo me dramatizëm, por me një vendim të heshtur që peshoi më shumë se çdo veprim tjetër, sepse respekti shpesh shfaqet në atë që nuk bën, dhe ajo skenë, që mund të ishte kthyer në diçka të pahishme, mbeti thjesht një moment reflektimi. Një provë e vogël e karakterit. 6. Eseja nuk është për tundimin, por për zgjedhjen. Ky shkrim nuk flet për trupin. Flet për syrin, nuk flet për dëshirën, por për drejtimin e saj. Nuk flet për vajzat në xhakuzi, por për burrin pranë tij, sepse në fund njeriu nuk matet nga impulset që i lindin, por nga kufit që vendos. 7. Përfundim, heshtja që shpëton dinjitetin. Uji vazhdoi të lëvizte lehtë. Vajzat janë vazhduan bisedën e tyre. Dhe momenti kaloi, siç kalojnë shumica e momenteve që nuk ushqehen me vëmendje të gabuar. Limi mbeti me një mendim që do ta kujtonte gjatë, se jo çdo afërsi është ftesë, jo çdo vështrim është i pafajshëm, dhe jo çdo ndjesi duhet ndjekur. Kjo është pjekuria, dhe kjo është eseja e vërtetë e asaj skene.